Përshëndetje të dashur miq. Sot kam menduar të bëj diçka interesante, duke ndarë me ju pika të ndryshme të cilat kam mundur të mbledh, të cilat janë mesazhe të cilat kam dëgjuar gjatë kësaj periudhe dhe ishin vërtet shumë interesante të thoja, vërtet rezonojnë shumë disa prej tyre edhe me mua dhe mendoj që mund të rezonojnë edhe me ju, dhe thjesht që t'i ndajmë së bashku, pse jo? Dhe ta bëjmë si një farë loje, pra se cilën do ta vendos me një numër. Pra shpreha numër 1, 2, 3 dhe sado që të jenë, sado që të dalin, ju mund të zgjidhni më pas 1, 2 ose 3 numra të cilët rezonojnë me ju. Ndoshta mund të shikoni të gjitha, por mund të zgjidhni edhe thjesht numrin që vërtet rezonon me ju, për të parë si një mesazh çfarë ju duhet në këto momente. Kështu që le të fillojmë me shprehjen e parë, e cila thotë: unë di më shumë se sa ti mendon. Dhe përgjigjja është: atëherë ti mendon më shumë se sa ti di. Dhe kuptimi i saj është që në momentin që ju për shembull mendoni se i dini të gjitha, është një shprehje pastaj që prit se ju nuk dini ende asgjë, pra është thjesht ajo që mund të dini si një pikë në oqean. Dhe kjo për shembull mund të jetë një shprehje që mund të prek disa për jush, dashur pa dashur, pra mund të mos jetë edhe shumë e pëlqyeshme për disa, për faktin sepse ju tregon domethënë atë që ju keni nevojë të shihni tek vetja, nuk keni pse të mendoni që dikush tjetër është më i mirë se ju, që dikush tjetër i di gjërat më shumë se sa ju, po edhe që ju jeni më mirë se sa ata. Pra nuk ka më mirë dikush më i mirë se sa të tjerët, apo dikush që di më shumë. Dhe nuk ka njeri perfekt në këtë sens, pra. Ideja është që ju ndoshta mund të keni këtë, si të thuash, nuk do të thoya problem, por keni këtë ndjesinë e krahasimit, qoftë krahasime të tjerë, qoftë të tjerët krahasojnë me ju, qoftë ju për shembull e krahasoni jetën dhe çdo gjë me të tjerët, rezultatet tuaja me të tjerët. Dhe ndonjëherë kjo gjë mund të kthehet në toksike dhe jo diçka e shëndetshme. Pra ndonjëherë në fakt mua nuk më pëlqen kjo pjesa e konkurimit as pak. Qoftë edhe konkurim me veten, duket sikur jeni armik i vetes më pas. Sigurisht inspirimi është gjë tjetër dhe është gjë e bukur, dhe të motivohesh dhe të bësh gjëra që të bësh progres dhe të avancosh, por jo në një sens konkurimi. Është pikërisht si çështja për shembull, shkoni në palestër, cili është synimi pasaj? Pra synimi është që ju të për shembull mendoni që trupi juaj është keq dhe ju doni të përmirësoheni, si unë tani që po përpiqesha të bëja kamerën perfekte, apo thjesht e bëni sepse doni të jeni të shëndetshëm. Pra ky synim ka shumë dallim nga një synim i shëndetshëm dhe një synim toksik, që mund të jetë i dëmshëm për ju. Kjo është shpreha e parë, pra nëse ju mendoni për shembull që i dini të gjitha, ju nuk lini vend për përmirësim dhe ju nuk lini vend, pra nëse ju mendoni që i dini të gjitha, zërse mendja juaj ju po thoni që është plot. Pra ju nuk keni vend për njohuri të reja, eksperienca të reja. Por në momentin që ju thoni që për shembull e pranoni aq sa dini, por përsëri jeni të hapur për të mësuar në çdo moment, në çdo ditë, në çdo moshë, kjo ju mban të rinj në shpirt, kjo ju mban që ju vazhdimisht të progresoni, të përmirësoheni e të tjerë. Shpreha nr. 2. Disa gjëra nuk ka nevojë për shpjegim, sepse i merr magjin më pas këtyre gjërave dhe i kthen në logjik, pra në një perceptim logjik. Ideja është sa më shumë ne të përpiqemi të kuptojmë pse ndodhi, ndoshta edhe kur ndodhi apo kur mund të ndodh, ne hiqim këtë elementin e bukur të magjishëm. Pra është pikërisht si të thonim, po marr shembullin e një filmi. Ju jeni aktor në këtë film. Në momentin që ju nuk e dini se çfarë do ndodh, një sken vjen si surprizë për ju në film, pra, dhe mendojeni filmin sigurisht jeta juaj. Por në momentin që ju e dini, pra jeni aktor dhe producenti ju ka thënë që kjo do ndodh, ju do aktroni kështu e të tjerë, ju thjesht e dini çfarë do ndodh, ju nuk jeni kaq të surprizuar sepse e dini. Por në momentin që ju për shembull zëri se pra edhe vetjeta është si një aktrim, por ju nuk e dini, kjo është e bukur dhe prandaj kemi elementin e magjisë, sepse kjo e bën të aktrimin më real, apo jo, i bën ndjenjat më reale, e bën jetën më të duket më reale, sepse ju nuk e dini se çfarë ndodhi, ju habiteni, ju surprizoheni, ju qeshni apo qani e të tjerë. Kështu që kjo është një mesazh për disa për jush që mos u përpiqni të kuptoni të gjitha gjërat. Ju mund të jeni njëri që jeni detajist apo thjesht doni të gjitha përgjigjet, por ndonjëherë ti dish të gjitha përgjigjet thjesht nuk e bën kaq të bukur atë gjë, pra pse doni t'i dini? Kur në fakt më mirë gjërat le të jenë kështu siç janë. Dhe është okay të mos i dish ndonjëherë gjitha përgjigjet. Mesazhi nr. 3. Ka një diferencë të madhe midis
njohurive dhe dijes. Njohuria mund të themi që është për shembull si libri, që ka të gjitha këto shkrimet brenda, mësimet brenda, ndërsa dija është diçka që ju ose e merrni këtë njohurinë e mësoni dhe e praktikoni dhe kjo është dija, pra çfarë ju praktikoni, ose nga ana tjetër, dijen mund ta marrim si përvoja e jetës, për shembull diçka që ju e keni kaluar në jetë dhe është kthyer në një njohuri që ju e mbartni, është e juaja, pra nuk është një libër që ju ecni me të dhe kur doni e hapni dhe e lexoni, kjo është njohuria. Por dija është diçka që ju e keni ju, pjesë të karakterit tani më, pra e keni marrë këtë njohuri, e keni ngrënë si të thuash, e keni tretur dhe keni bërë tuajën. Është vlen edhe shpreha këtu, ne jemi ajo çfarë konsumojmë, pra ne jemi njohuria që ne konsumojmë në çdo nivel. Le të kalojmë tek shpreha nr. 4, e cila thotë: bëni pyetje më të mira. Në kuptimin që është një shprehje, domethënë pyetjet që ne bëjmë, ose kujdes çfarë i kërkoni universit për shembull, është një tjetër që domethënë ajo që ju kërkoni, ajo do t'ju vi. Nëse ju doni të mos keni mërzitje, kjo merret si një përkthim që ju fokusoni tek mërzitja dhe kjo është ajo që vjen. Pra, mënyra se si përkthehet ajo që ju kërkoni është e ndryshme nga universi. Dhe duhet të jemi jo të kujdesshëm, sepse nuk keni pse të qëndroni për shkak se në gjëmba gjithkohës, por thjesht është e rëndësishme mënyra si flisni me veten, mënyra si mendoni dhe mënyra se si vibroni sigurisht, sepse atë do tërhiqni, por edhe pyetjet që bëni, sepse në këtë sens për shembull, nëse ne bëjmë pyetjen e dur, ne do të marrim përgjigjen që ne kërkojmë. Por nëse ne ngatrojmë pyetjen dhe thjesht nuk dimë se çfarë po themi, apo thjesht bëjmë një pyetje që s'ka lidhje me përgjigjen që ne duam, personi do të na kthejë këtë përgjigje dhe nuk morëm përgjigjen që ne donim. Kjo është ideja. Nuk e di sa e qartë ishte, por jam e bindur që personi që për cilin është e ka kuptuar. Pesa thot: ngadalsohuni, sepse ju mund të shijoni diçka. Dhe shembulli mund të jetë për shembull, edhe nëse ju konsumoni një lloj ushqimi, nëse ju vazhdoni dhe konsumoni si të babzitur, apo konsumoni 2-3 gjëra një herësh, apo pra nuk do ndjeni shijen e asnjërs prej tyre dhe nuk do të shijoni fare ushqimin në fundit. Prandaj është ideja që ngadalsohuni dhe shijojeni eksperiencën, shijojeni rrugtimin, shijojeni momentin, shijojeni këtë gjë që keni këtu dhe tani, këtë ushqim, këtë vakt, këtë person, këtë takim, këtë natyrë. Shijoni për gjithçka që keni, sepse fundi është i fakti që ju do ta mbaroni këtë ushqim dhe kaq ishte. Edhe eksperienca do të kalojë dhe kaq ishte. Ose shijoni tani, ose më pas do të keni pendesën pse nuk e shijuat. Gjashta thot: disa njerëz mund të qëndrojnë në gjumë si të thuash për gjithë jetën e tyre. Në kuptimin që lidhet shumë me pesën, pra që ndoshta nuk e shijojnë jetën sa duhet, por ndoshta nuk i shohin gjërat qarta si apo nuk e kuptojnë kush janë, apo gjëra të tilla. Pra, kjo ju bën që thjesht jetoni një jetë monotone dhe një jetë të thjeshtë, por pa e kuptuar vërtet qëllimin e saj, kush ju jeni në vërtet, pra pa e kuptuar vërtet se çfarë synimi ju keni për shembull, apo cili është pasioni juaj në jetë, apo pa kuptuar se cili është personi i duhur për ju, e të tjerë të tjerë. Kështu që ideja është që në një situatë të vështira, paraqiteni të thonë që të na zgjojnë. Kështu që kjo mund të jetë një shenjë për ju, çfarë të lloj situate të vështira që ju mund të jeni duke kaluar. Mund të shërbejë aty si një zgjim për ju, për të parë më qartë, për të parë pse kjo situatë po ndodh për shembull, ndoshta ky person nuk është i duhur për ju, për të kuptuar një mësim aty, që të flisni për veten, të qëndroni me këmbët tuaja. Për të kuptuar një mësim që ju jeni të vlefshëm, nuk keni nevojë pse ta fitoni dashurinë, e të tjerë. Pra të gjitha këto janë situata që përpiqen t'ju zgjojnë ju, tek potenciali juaj, tek vetja juaj e vërtet, tek një mësim i vlefshëm për ju. Shtata, nëse i kam gatruar dijes, po i them thjesht si pika tani. Ka shumë lidhje me faktin që ju mund të jeni person, mund të jeni shenjë ajri. Kjo është e shpëndje, ose mund të jeni person që mbi mendoni shumë dhe keni shumë gjëra në mendjen tuaj dhe duket si një tenxhere me presion. Apo thjesht duket si ose thjesht domethënë mund të jeni si një balon në ajër e cila fluturon dhe ju duket sikur jeni gjithkohës në ajër. Dhe keni nevojë për të gëzim shpesh herë. Por ideja është që mesazhi kryesor është që largoni mendimet e tepërta nga mendja juaj, sepse këto mendime mund të mos ju mund të pengojnë që të kuptoni gjërat siç qartë, apo mund të mos ju mbajnë në të tashmen, të gëzuar. Pra mendoni shqetësimet e të kaluar si ka ngaluar. Po të kisha bërë këtë, të kisha bërë atë. Pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo. Mendoni për të ardhmen, po sikur të ndodh kjo, kur do ndodh kjo apo ajo.
Dhe kjo nuk e mban të tashmen. E bukur dhe magjike që ne folim, pra që këtu është momenti kur magjia ndodh. Pra nëse ju jeni të tashmen këtu dhe tani, do të jeni të surprizuar nga magjia që do të shikoni përreth. Apo se sa bukuri keni përreth në këtë moment. Apo se sa mirë ju mund të jetoni dhe mund ta përjetoni këtë moment tani. Mesazhi nr. 8 lidhet me meditimin dhe veprim. Pra kjo mund të jetë një thirrje për ju. Unë kam bërë një video në fakt në lidhje me këtë. Mund të jetë shumë ndihmuese për ju që ju të meditoni kur pastroni, bëni punë të shtëpisë, teksa qëndroni apo thjesht ecni. Sigurisht që po, mund ta ktheni një lloj meditimi teksa ecni. Pra, çfarë do gjë që ju bëni, mund të pikturoni, mund të bëni diçka të bukur, kreative, dhe mund ta ktheni në një moment meditimi që thjesht mendoni ose thjesht mos mendoni asgjë, pra ose mund të mendoni dhe fokusoheni në një temë që doni përgjigje dhe do të shikoni, do të surprizoni nga përgjigjja që do të vinë në fund, por thjesht në një, jo në 1001 mendime, thjesht në një gjë që ju doni përgjigje. Ose mos mendoni asgjë dhe kjo mund të kthehet në një moment meditimi për ju. Nënta thotë që ju nuk jeni as emocionet dhe as mendimet tuaja. Pra mos lejoni emocionet dhe mendimet të diktojnë kush ju jeni, apo emocionet ju kontrollojnë, apo mendimet që t'ju tregojnë kush ju jeni, apo thjesht të karakterizojni me to. Mendoni thjesht si një radio, e cila flet vazhdimisht, por a jeni ju radioja? Ju jeni ajo çfarë ju besoni nga ato që po fliten. Dhe ju mund ta ndryshoni kanalin kur të doni, mund të ulni dhe të ngrini zërin kur të doni. Është në dorën tuaj. Dieta është për ata që janë, për shembull, të fokusuar në disa gola tani më. Por mesazhi është që mos u fokusoni kaq shumë te këto gola saqë ju humbisni veten tuaj në të dhe të tashmen. Pra mos u fokusoni kaq shumë tek ajo gjë apo tek rezultati apo tek një gjë specifike, sa ju të humbisni momentin dhe rrugtimin. Sepse fundi i rrugtimit është shumë herë më i vlefshëm dhe më i bukur dhe më i rëndësishëm se sa vetë destinacioni, i cili mund të ndryshojë, i cili thjesht kur arrini atë ju do të keni një gol të ri, një destinacion të ri, dhe rrugtimi është më i bukur, domethënë ajo që duhet shijuar. 11 thotë që emocionet janë si moti. Është diçka kalimtare, është diçka sezonale, është diçka që shërben një synimi specifik, për shembull shiu. Pa shiu nuk do të kishte lule, nuk do të kishte, për shembull, si mund të ujiteshin të gjitha këto të mbjellat e individëve, sigurisht ata i ujisin dhe vetë, por ideja që natyra i vetë rregullon gjërat, edhe vetë stinët e tregojnë këtë. Kështu që dhe vetë emocionet shërbejnë jetën tuaj si një sezon që ju të rriteni. Dhe ju mund të keni sezone të ndryshme në jetën tuaj që të mund të rriteni, të zhvilloheni vazhdimisht, pra është thjesht një diçka kalimtare. Mos i merrni kaq të mirëqenia dhe mos u karakterizoni me emocionet tuaja apo me mendimet tuaja, siç ishte mesazhi më përpara atij. 12 thotë që njerëzit të cilët janë më të vështirë për të dashur janë ata që e kanë më shumë nevojë, sepse ndoshta ata për shembull nuk kanë marrë dashuri në fëmijëri dhe thjesht i duket si diçka që nuk e duket gjë normale, apo thjesht në momentin që ata ndjehen të mërzitur duan të rinë vetëm dhe nuk duan për kujdesë sepse nuk e kanë patur kurrë se janë mësuar me të. Dhe ndoshta i duket e frikshme që të duan një person sepse mund të jenë lënduar dhe nuk duan që të duan përsëri dhe të lëndohen përsëri. Pra është një frikë e fshehur pas, është një lëndim dhe është një plag. Nuk do të thotë që janë njerëz të ftohtë dhe nuk do të thotë që janë njerëz që nuk ju duan apo nuk i përjetojnë ndjenjat dhe emocionet. Thjesht ose i kanë ndrydhur ose kanë frikë prej tyre. Dhe më e mira që ne mund të bëjmë për ta, nëse jeni vetë ju, ta doni veten tuaj, nëse është person tjetër, ti ofroni dashuri, kështu që ata të mund ta kuptojnë që dashuria është shëruese. Dhe nuk ka asgjë për të trembur këtu. 13 thotë që nëse ju jeni duke bërë diçka që ju doni apo doni të bëni diçka që ju doni, duhet keni parasysh që për shembull, entuziazmi është fillimi. Më pas ngelet dedikimi, disiplina dhe thjesht synimi juaj mirë apo thjesht, si të thuash, ta dashuroni atë që bëni. Pra ta gjeni dashurinë tek ajo që bëni dhe jo të humbisni në të dhe ta humbisni dashurinë sepse kthehet më pas në diçka rutinë apo fokusoni tek rezultatet. Thjesht ta doni atë që bëni. Kjo është e bukur dhe ky është çelësi. 14 thotë që të kesh kurajo të vërtet nuk do të thotë të mos kesh frikë, por do të thotë që të veprosh gjithsesi. Pra mund ta ndjeni frikën dhe të veproni përsëri. Kjo është forca apo kurajoja e vërtet dhe guximi i vërtet. 15 është një thritje që nuk keni pse të jeni perfekt, por thjesht të jeni plotësisht autentik. Dhe është, si të thuash, e vështirë që të jeni plotësisht autentik sepse kërkon që ju të jeni
vetvetja, por kjo mund të duket e frikshme për disa, sepse lind pastaj pjesa po sikur të shfrytëzojnë, po sikur të ngelen vetëm e të tjerë. Por ideja është që sa më shumë ju të jeni autentik, njerëzit që do të duan pra të shiheni do të tërhiqen nga ju dhe ju do të jeni të lumtur me për shembull persona që jeni përreth dhe ja vlen vërtet që të jeni autentik dhe ta merrni këtë risk përsipër. 16 tregon që nuk ka një fillim dhe një fund. Ekziston vetëm e tashmja dhe momentet e së tashmes që ju mund të merrni më të mirën për tyre dhe të jetoni në maksimum. 17 është një thritje për ju të çlironi kontrollin dhe të pranoni situatat ashtu siç janë. Janë për një arsye. Dhe nga ana tjetër, nëse ju punoni me manifestimin, mund të jetë një thritje për ju që të çlironi kontrollin dhe ajo që ju doni vjen si me magji. 18 thotë që bëni atë që ju doni tani, atë që ndjeni të thritur tani. Dhe mos nuk keni nevojë domethënë për lejen e të tjerëve, aprovimin e të tjerëve apo duartërkitje nga të tjerët që ju të ndjeni të vlefshëm për të ndjekur ëndrat tuaja apo për të bërë atë që ju doni. Dhe si përfundim për ta përmbyllur me 20-ën, uroj të mos ta kemi ngatruar numërimin. Thjesht shijoni çdo gjë që bëni, shijoni jetën, shijoni momentin, shijoni veten tuaj, shijoni marrëdhëniet që keni përreth dhe thjesht shijoni rrugtimin. Sepse ne e përmendëm edhe pak përpara. Por për shembull, ju mund t'ju ketë ndodhur edhe më parë që keni patur një gol dhe në momentin që e keni arritur, ju keni menduar që do ndiheshin ndryshe ose gjërat do të ishin ndryshe. Por jeta vazhdon dhe ai ishte thjesht një moment për ju që ta shijoni. Më pas, çfarë do ndodh më pas? Ju do të gjeni një gol të ri, një ëndër të re, një rrugtim të ri. Dhe nuk është ideja që për shembull të fokusoni kaq shumë te rezultati, sepse mundësitë janë nga më të shumtat. Në momentin që ju për shembull keni të bëni me të ardhmen, për këtë mundësi që mund të ndodhin, janë nga më të shumtat dhe mund të ndodhë çfarë do lloj gjëje. Edhe ajo që ju nuk ju a merr mendja fare. Sepse kjo varet nga veprimi juaj në të tashmen, nga mendimi, gjendja juaj, frekuenca juaj, por edhe nga ajo që mund të jetë thënë ndoshta për ju. Dhe kjo gjë mund të ndryshojë, ose ndoshta më e mira për shembull, si të thuash, më e mira për ju mund të jetë diçka tjetër dhe akoma më e mirë se sa kjo që ju doni, por ju jeni kaq të fokusuar këtu sa që humbisni këtë gjë tjetër. Ideja është thjesht mos u fokusoni tek diçka që nuk ekziston, që s'ka ndodhur ende dhe nuk është këtu dhe tani. Ose silleni atë që këtu dhe tani, por jetoni në të tashmen dhe jo në një pozicion shumë larg jush që kështu ju duket që është doni rrugë për të arritur. Sido që të jetë, për shembull, ju besoni që kjo që unë dua e di që po ndodh sepse unë po e shoh, por e çliroj përsëritë mia se si do të jetë rruga, kur do të ndodhë, se mund të ndodhë që tani që nesër e të tjerë, pra në perceptimin e kohës se si e mendon trurin, çlironi përsëritë dhe aty ndodh magjia, pra aty ndodh fakti se si në mënyrë nga më të magjishmet mundësi shfaqen për ju, një rrugë e bukur shfaqet për ju. Dhe nëse ju e shijoni rrugtimin, ky është çelësi, jo vetë destinacioni. Do ta kuptoni këtë thjesht kur të arrini në destinacion apo nëse e keni bërë më përpara si gjë. Këto ishin mesazhet për ju, uroj që të kenë rezonuar me ju, të datë dia se cilat për tyre ju dëgjuat dhe sa vërtet rezonuan me situatën tuaj specifike në jetë tani më. Këto në fakt janë nuk ka rëndësi se sa ne për shembull mendojmë se e kemi kuptuar këtë gjë. Mund të vijë një moment që përsëri sfidohemi nga e njëjta gjë dhe përsëri ne mund të themi, po unë sikur e mësova një herë këtë si mësim për shembull, ose po unë sikur e kalova një herë këtë fazë për shembull dhe po e kaloj përsëri. Sepse ideja është që përsëritja është më midis. Dikur e urreja këtë shprehje teksa isha në shkollë, por është e vërtetë sepse përsëritja ju ndihmon që të kujtoni këtë lloj mësimi të vyer. Dhe nuk ka të drejtë të gabuar, nuk ka dështim apo sukses, ka thjesht mësime, eksperjenca dhe momentin i të tashmes, momenti i të tanishmes për të shijuar. Që kjo ngelet në dorën tuaj për të bërë. Faleminderit, shihemi video tjetër, mirupafshim.